U rikthyem në studio për të vazhduar edhe më tej me gjitha këto gjatë ditës së sotshme që kemi përgatitur. Tani ne do kalojmë në qytetin e Tetovës, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi gazetarin tonë Visar Sadiki, që gjithmonë na i sjell të rejat nga qyteti i Tetovës, ku tani më jemi edhe në prag të festës së Kurban Bajramit dhe sadopak do na sjellë atmosferën të themi nga qyteti i Tetovës para përgatitjes për festën e madhe që e kemi ditën e nesërme. Përshëndetje Visar. Përshëndetje edhe për ju Rehan dhe gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë, të cilët na ndjekin drejt për së drejti. Ashtu edhe si që theksuat që do të flasëm për ditën sot, një ditë para festës së madhe të Kurban Bajramit, se çka apo si janë përgatitur familjet tetovare pikërisht për ditën e festës së Kurban Bajramit. Por si shihet prapa me, këtu jam me një vend apo të caktuar, jo si çdo herë nga qendra e qytetit të Tetovës, por në një vend, në një pazar ku qytetarët apo malsorët, por edhe blegtorët shesën kurban në ditën e siç njihet edhe dita e Kurban Bajramit. Atëherë do të flasëm për aktivitetet me njëherë pas një interviste të shkurtër për shkak se koha nuk ja mundson. Këtu pranë me kam Halil Gjemaili, një ndër fermerët i cili siç njihet ka mbi 4000 krerë delesh, por do të na flet lidhur me aktivitetin, çmimet a janë rritur dhe kërkesa e qytetarëve të cilët mund të kenë në këtë ditë Kurban Bajramit. Halil, faleminderit shumë që je gjithmonë pro gazetarëve, je gjithmonë i hapur për të bashkëbiseduar. Jeni të mirëseardhur. Fillimisht përshëndetje për televizionin tuaj. Ju uroj mirëseardhje. Inshallah mbas kësaj interviste vashes ka një kurban. Amin, inshallah. Ashtu siç theksuam, sot deri në ditën e 4 do të jetë edhe pazari themi Kurban Bajramit. Si janë kërkesa e qytetarëve? Është dita e parë që keni dalë në këtë vend apo është dita e dytë e tretë me radhë? Jo, fillimisht realisht ne pidje ishim këtu dhe startuam si hapje për shitjet Kurban Bajramave, po dje ishte dobët. Nuk kishte, me thonë, fluks njerëzive, po sot si shihet është ka bajagi ndryshim prej ditës djeshme. Edhe mendoj se është dita kryesore, dita arife për shitjen e kurbanave. Po me sa e shoh unë është mirë duket. Dhe siç thot një fjalë popullore, nga mëngjesi shihet edhe dita e mirë, shoh se ka qarkullim të qytetarëve, ka interes. Cilat janë kërkesat më të mëdha të blerësive në këtë rast, ndaj shitjeve? Shif, realisht kërkesat dihen, me thonë tje se kurbani halal, ti plotësoj kriteret që duhet një dash ose një dele, edhe normal pyetja e ditë është lidhur me çmimet. Në pika të shkurta, sa fillon një kurban, themi krerë delesh, kryesisht për kurban dhe deri sa maksimumi që ju si firma apo si blegtore përcaktoni për shkak se mundin tuaj, besoj se nuk e përcakton këto çmimet. Shef, realisht ne jena ferma më e madhe këtu në Maqedoni edhe kena me numër më të madh të kurbanave këtë vit. Se vite tjera i kena shit thujse online më shumë. Variojnë di çmime, më thënë çmimi për dele dhe për dash. Unë di kallëzoj çmime të realta gjyshesim ne, se më duket se qarkullojnë intervistat ndryshme, abuzojnë me çmimet, ose në intervistë e thuj një çmim tjetër kur të vaj këto prezent jalen ma lirë. Çmimi real vlla është i deles starton për 150 euro, përfundon 170 me e majra. Ndërsa për dash starton për 200 euro deri në 250 euro dashi me e majrë. Ato gjithujnë 400 euro, 500 euro dashi nuk janë çmimet realta. Unë e kom pas rastin dje me një djalë të ri, i ka qitë di deshe dhe di dhem. A i ka qitë e në thot i shajta merë si shajta di këti shpaj pune madhe, di copa i kom ose 4. Qifti ati kryojnë panik online të njerëzit. Realisht, çmimi ka hip, ama ka hipën e në ditët tjera, të malli privat, më thonë, nëse do unë t'i bli 1000 copa dhin, çmimi ka hip, jo vetë se për kurban, normal, shtaj ndër vite çmimi dhe hip e pak, ama nuk është e në qaj çmim gjithuj njerëzit, është 500 euro një dash, nuk ka vëlla dash 500 euro, 500 euro mund të bëjë një vich, dash një opin 200 deri në 250. Ju thatë se vitet tjera i keni shitur online, ka një, a mund të e mbajsh mend që më cila është diferenca, nëse mund të rritet një çmim mund të jetë deri 20-25 euro, jo më shumë, besoj unë. Shefe, në taj gji, si marë asë njerë me dhinë, çmimin e di sa mund të rajtet.
çmimi real nuk mund të arrijë shtaj për një sezon, për një Kurban Bajram 100 euro, nuk ka logjik. Çmimi shëndosh i real është çaj gjë thash unë. Atëra, mendoni se këto çmime që i keni përcaktuar, janë çmimet reale, themi që për shkak të mundit që kanë për të ruajtur, që janë rritur edhe çmimet për mirëmbajtjen e tyre? Normal, çmimet janë rajt, çmimi duhet e ne vetë na konvenojë, por jo shumica e kanë kthej këtë punë biznis. Marrin mbi tjetër kund ditën e fundit, bëjnë dom të ajgji mirësh në stop me që këtë punë. Se unë kom për shembull 250 kurbana, 300. Ai gjibon biznis i merë 15 copa, ne e bon çmimin 400 euro, është problem. Atëherë, zotja Lili, keni vetëm pikën e Tetovës si destinacion këtë vit, apo edhe keni edhe disa pika tjera ku për shkak se jeni një ndër firma që bioferma më e madhe në Maqedoni? Realisht, neve nuk na jepet kjo mundësia ta kena një vend, një pikë shitje për kurban, ta festojmë si fest tonën, ta shijojmë, ta shesim si dohet, që si që shohësh na mbajti deli, as kina as vend, as njerëzit nuk e din ku adresohen. Nuk ka dhe një lokacion që njerëzit vënë ta blinë kurbanin si gjithdohet, shëtajtin, kese shëtitare, kese kushte për kurban, për të shetë. Është problem, si pikë, nuk kena dhe një pikë definame. Një pazara këta, një tjetër janë Bogovaj, aj tjetër një Shkup. është pak problem kjo pjesë. Por kjo vjen si rezultat edhe i komunës së Tetovës, i cili nuk ka përcaktuar, nuk herave tjera ka pasur një njoftim se ku qytetarët mund të shesen kurban, ndërkohë që shihet që tani po ndërtohet edhe stadiumi që e kemi prapan neje, dhe ndërkohë që shohim se edhe hapësira është shumë e vogël mbas të qarkullimit të qytetarëve që kanë interesin për të blerë kurban. Është pak ngushtë, po unë nuk duhet ta politizoj çështjen, shajfet vet. Nuk ka dhe një lokacion ku mund që allarët i shesin kurbanët. Është problem, po gjithsesi ne di shesim. Online, me prezencë njerëzive, kurbanat dhe shajten. Vetëm se ne shijojmë si dohet. Alin, faleminderit shumë që ishim drejt për së drejti dhe të morëm pak kohë nga koha juaj e çmuar, e cila sot është një ditë ku themi jepni gjithat kontributin tuaj. Po. Sot presëm t'i shesim ne, çat ditë e kena prajt që një vjet. Juve faleminderit. Si cali duhet t'i ndaje ka një 10 minuta, 5 minuta për një intervistë, të ape mendimin e vetë të njerëzit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, faleminderit, respekt. Atëherë, Rean këtu bashkë me mua ishte njëri ndër blegtorët më të mëdhej që ka në Maqedonia e Veriut, siç është Biofarma 1 Maj, i cili siç tha ka mbi 4000 krerë delesh, ashtu siç e dëgjuat dhe ju, çmimi real që është në tregun e qytetit të Tetovës fillon nga 150 euro për dele, duke përfunduar në 180, maksimumi 170-180 euro për dele, ndërkohë që ajo që mund të themi sipas Xhemailit dhe ajo që shihet në tregun e Tetovës, për krerë dash qytetarët mund të paguajnë nga 200 euro deri në 220 euro maksimum. Por këtu pranë me shohim edhe përveç deleve apo deshve që shiten por edhe lopë të cilët shumë qytetarë kanë sjellur malsorët e Tetovës, të cilët e kanë një ndër përfitimet kryesore, siç është shitja e Kurban Bajrameve, pikërisht në festën e muslimanëve, për siç shihet edhe nga objektivi i kamerës sonin i cili na mundson Veduti, çmimi i cili për këta krerë lopësh apo edhe për kau është dikun nga 1500 euro deri në 2000 euro maksimumi, por siç thanë edhe blegtorët apo blegtorët të cilët i kanë sjellur këtu pikërisht për shitjen e këtyre në ditën e Arife, siç njihet tek ne, çmimi real është nga 1500 deri maksimum 2000 euro. Për dallim nga ajo të cilët kemi theksuar për herë kur qytetarët mund të presin kurban, janë delet të cilët janë maksimumi 6 muaj, që kanë edhe themi një rritje ashtu siç janë në parametrat e fesë islame, ndërkohë që gjërat më të mëdha siç janë kaut dhe lopët pikërisht janë mbi moshën 2 vjeçare, qytetarët kanë të drejtën e tyre për të blerë, ndërsa për kaut dhe lopët pikërisht më shumë se një person mund të marrën pjesë në therrjen e kurbaneve, maksimumi të cilave mund shkojë deri në 7 persona
mund të bëhet një jeti për të prej një kurban pikrisht nëse ble një kau ose lop që kalon shifrën minimi 500 apo deri në 2000 euro. Si shihet kushtet për të bërë një aktivitet të tillë pikrisht në qytetin e Tetovës mungojnë tani e shumë vite për shkak se qytetarët e Tetovës një pikë pagesë themi në pikën e Sharit siç është pazari i kafshëve thuajse më nuk ekziston, ndërkohë që është dislokuar në fshatin apo në komunën e Bogovinës, por që qytetarët shfrytëzojnë mundësinë e hapësirave, siç mund të shihet të improvizuara dhe duke bërë tregtir me blektorët, themi ato kafshat e tyre, pikrisht në ditën e Kurban Bajramit. Shohim se edhe pse është mëngjes sot në qytetin e Tetovës, qytetarët janë vërsuar sigurisht për të pyetur së pari çmimet, se sa janë çmimet e një kurbani në qytetin e Tetovës dhe kanë mundësi për të blerjen e tyre në bazë të fesë islame. Ajo që dua të potencoj edhe një herë është që edhe pse është obligim fetar për prerjen e Kurban Bajramit pikrisht në festën e Kurban Bajramit, qytetarët apo obligimi i tyre është që qytetarët të jenë me kushte financiare të mira dhe kanë të drejtën e tyre për prerjen e kurbanit, qoftë një antar i familjes, qoftë nëse janë kushtet më të mira edhe disa antar të familjes. Por do të tentojmë të marrëm disa intervistave, du të qëndro ati ku je, nëse me objektivin e kamerës mund të t'i afrojmë të pjesëm edhe disa shitës që shohëm prapa neve, se cilat janë kërkesat e tyre. Mirdita, atëra, jeni shitës tu? Po. Atëra, cilë sa në çmimi real i kaut lopës i cilë të keni sjellë këtu? Po, njëherë ja uru gjithë muslimanëve festën e Bajramit, dhe i dëshiroj edhe haxhilerve shëndet mirë, po kvaliteti i çmimit dhe ki gjanat mundet, dhe kvaliteti gjithë vlerësohet. Pa më parasysh dash dele apo lop, kitë mbas kvalitetit. Po në ta dinë çdo qytetar se është halal, nuk ka të beta. Nuk kena një grup që bëjmë tregti, marrëm dhe shesëm, po është malli jonë që kena rritna. Ju jeni kryesisht malsor të cilët i sjellni blektorë? Malsor nga fshati Vic, jena mirëna me këto gjanat, mirëna me tokë, me gjanë. Dhe jena çdo herë të pazarit, jena çdo herë qytetarëve, në shërbim tine, në të urdhnojnë, në të shofër të kvalitetin, në të marrë. Është sot dita e parë që ke dalë në pazar, apo është dita e dytë? Dita e parë sot kam dalë për këtë fejes, për Kurban Bajram, sot kena ardhë dhe kurbani është para nesh, mund të shikohet, sikur të gjithë tjerët edhe na. Interesimi i qytetarëve si është, a ankojnë për çmimet, thunë se janë të larta çmimet, janë çmime reale, cilat janë kërkesat e qytetarëve? Qëlloj, ne kena si qytetarë, si popullar shumë kategori. Kena kategori të lartë, të mesme dhe të fundit. Po meraki apo vullneti i gjithë është i për kurban. Se kur krahasohen tek populli nuk kanë të barabartë, dëku i vajnë shumë, dëku i vajnë më pak, dëkush nuk bën pazar, e shef mondin dhe e shef kvalitetin. Por edhe obligim fetar është ai kush i ka kushtet financiare mund të blej kurban, jo çdo kush i cili dëshiron të bëj pazar me kurban. Shumë e vërtet është ajo se çdo qytetar që ka vendosur të marrë kurban, ai njëra është përgatitur dhe ka dalë për të marrë kurban. Dhe ai nuk e vlerësuan sa veshtje se kushtet mas parit i kesë si kurban, ti përshtatet kurbanit dhe ai nuk e bën, nuk e kursen e paguën që ti bëhet kabul dhe ati. Pari se tha se merrni, nuk është viti i parë që merrni, shumë vite merrni me këtë punë. Pikrisht sa vite do të jetë një lop ose ka, është nëse nuk gaboj mbi 2 vjet do të jetë. 2 vjet e kanë kurbanët e mëdhej. Kur tham kurbanët e mëdhej në atë kategori lopët dhe bikët do t'i kenë 2 vjet. Ose t'i kenë dhënë të ndromë që t'i kese kushtet e kurbanit. Kurse delja, dashi, këto duhen mas pakti, tjenë dhamër të ndromë në ato. Po, si apën djetarët e fejas, thot t'kese mba 6 muaj, dhe thot t'i kese bujen me nanën e vete, mos dalohet nësë është më është re. Atër çmimi real që kërkoni, që je keni vendosur i kësaj lopet, që janë këtu? Sipas dënave, çmimeve dallojnë, se kena ma kvalitet, kena ma dobët dhe dobët, po shembull si kur ke kurbani para nesh,
këtë deri 1.500 euro e ka vlerën e kurbanit. Edhe tek lopa, tek kave hinë 7 persona, çdo kush e di, ai që është musliman, e di që janë 7 persona hinë me një lopë ose me një kafsh, kurse tek delja hinë vetëm 1 person. Dhe shpresoj dhe dëshiroj që të shitjet ki kurban dhe kurbanat tjerë. Faleminderit, dhe shpresoj faleminderit shumë që ndatë kohë nga koha juaj e çmuar dhe të jemi drejt për së drejt në televizionin e Maqedonisë. Faleminderit, e unë u shpresoj fejas të mbar, kurban të pranuar të Zotit gjithë musliman. Faleminderit shumë. Faleminderit. Respekt edhe juaj. Faleminderit. Atëherë, Rean, edhe për shkak se jemi drejt për së drejti, dihet se kemi më të vështirë që të gjejmë qytetar apo shites për të folur, ndërkohë që sot, siç duket shumë lehtë, kishim dhe qytetarët me vetë dëshira, apo edhe pak me iniciativën tonë, folën diçka rreth çmimeve që janë në tregun e Kurban Bajrameve këtu në Tetov. Ajo që mund të themi, për shkak se jemi në minutazhet e fundit, është që qytetarët e Tetovës po përgatiten, sheshi i Tetovës, themi rrugët e Tetovës, po përgatiten për ditën e muajit themi të Kurban Bajramit, i cili do të jetë nesër, ndërsa familjarët, themi krye familjarët, vazhdojnë me pastrimin e të gjitha themi shtëpive të tyre për të përgatitur për nesër, për të ardhur themi misafirët, si janë familjarët, që është një ndër vendet ku qytetarët apo familjarët shihen njëri me tjetrin, ndërkohë që sot përveç Kurban Bajrameve dihet se edhe ëmbëltorët do të kenë punën e mjaftueshme, ndërsa ata të cilët janë më të gëzuar në këto momente janë pikërisht fëmijët, të cilët çdo herë mezi e presin këtë ditë të çmuar, qoftë Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin. Atëherë, Rean, këta ishin informacione sa i përket nga qyteti i Tetovës, dhe urime shfrytëzojmë rastin që të urojmë të gjithë besimtarëve musliman Kurban Bajramin, edhe pse është ditën e nesërme, të gjithë juve personalisht dhe të gjithë ata të cilët na ndjekin drejt për së drejti në programin e Gjuhës Shqipe, kryesisht në emisionin e mëngjesit të ritmi i ditës. Të faleminderit shumë Visar për gjitha këto informacione që na i sollë pikërisht në orët e para të mëngjesit dhe atë atmosferën festive për të vlerë kurban pikërisht për festën e madhe që e kemi ditën e nesërme.